Kudo flitet për skenarin e tmerrshëm, ai dhe energjia bërthamore, çfarë mund të ndodhë nëse miksohen së bashku. Në vitin 2017, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi kushdo që bëhet lider në inteligjencën artificiale do të bëhet sundimtar i botës. Aso kohë ish agenti i KGB-s ende po përgatitej për sulm ndaj Ukrainës, ndërsa gjeneratat e fundit të modeleve gjysore nuk kishin dalë ende në treg. Megjithatë, lidhja midis teknologjisë dhe artit të luftës ka qenë gjithmonë e pandashme. Sot gara për të integruar inteligjencën artificiale në sistemet e mbrojtjes kombëtare është bërë realitet me superfuqive. Inovacionet e fundit kanë hapur horizonte që strategë si Sun Tzu as nuk mund të kishin imagjinuar, ndërsa ekspertët më skeptik paralajmërojnë për skenar të rrezikshëm. Inteligjenca artificiale dhe arsenalet bërthamore. Një pikë që ngre më shumë shqetësim është mundësia e kombinimit të inteligjencës artificiale me menaxhimin e arsenalit bërthamor. Skenarët e përmendur shpesh kujtojnë filma si Terminator e të tjerë. Në një analizë të gjatë theksohet se ende nuk ka udhëzime të qarta në Pentagon nëse IA mund të përfshihet në komandë dhe kontrollin e armëve bërthamore. Zyrtar amerikanë theksojnë se shtëpia e bardhë dëshiron të ruajë kontrollin njerëzor mbi butonin bërthamor, por ekspertët paralajmërojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të detyrohen të ndryshojnë kurs nëse Moska dhe Pekini avancojnë më tej. Dora Hekurt dhe Amerika. Disa analistë theksojnë nevojën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhvillojnë një sistem të ngjashëm me perimetrin sovjetik të njohur si Dora e vdekur, i cili gjatë luftës së ftohtë garantonte lëshimin automatik të raketave bërthamore nëse udhëheqësit rus azësoheshin. Ndërkohë, plani i veprimit për inteligjencën artificiale i administratës Trump, i cili promovonte heqjen e rregullave kufizuese mbi IA-n, ngjalli shqetësim tek ekspertët e sigurisë. Kryetari i shtabit përgjithshëm, generali Dan Razin Kaine, paralajmëroi kohët e fundit se Amerika duhet të lëvizë më shpejt dhe të jetë e gatshme të marrë më shumë rreziqe. Vendime në 5 minuta. Skenari më i frikshëm lidhet me kohën tepër të shkurtër që presidenti amerikan do të ketë në një krizë bërthamore, vetëm disa minuta për të vendosur mbi përdorimin e armëve të shkatërimit në masë.